Janë mbushur 36 vite nga ngjarja 14 janarit 1990, demonstratës së heshtur në Shkodër kundër regjimit komunist. Protagonistët e asaj lëvizje rrëfejnë se 14 janari është një prej ngjarjeve më të rëndësishme ku shkodranët treguan revoltën e tyre kundër regjimit komunist. Me fol për këtë datë, dënë orë tamë, nacionat e folë, sepse Shkodra i kërë detyra dhe veda mas miri. Bani demonstratën e parë, bani 16 qershorin, bani hapjen e kishave xhamive, bani 13 dhëtorin në rrëzimin e bustit të Enverit, bani 2 prillin dhe i kryvi tana detyrat mas mirit për tanë popullin shqiptar. Një popull në kuptimin e civilizimit, në kuptimin e arsimimit, në kuptimin e kulturës, për të njohë, një ndër efekte kryesore është memoria kolektive, memoria historike. Dhe mendoj që kjo datë, 14 janari, është një pjesë e kësaj memorie historike që ka populli shqiptar. Krahas shumë e eventeve tjera, kjo është një ditë e veçantë sepse për herë të parë mas 45 vjetëve një regjimi super tram komunist, disa njerëz të caktuar patën guximin që dolën këtë shesh dhe i vane një koncept krejt tjetër e kthyen mbrapsht historinë e komunizmit. Domethënë u tregoj që pavarësisht atij represion të jashtëzakonshëm u pat guximi dhe disa njerëz ishin ata që e ngritën dhe u zhvillu një ndër demonstrata e parë, pra ishte demonstratë e heshtur, por demonstratë dhe ditë historike për kombin shqiptar. Këtu u bë demonstrata e parë, dolën për të zgjuar sistemi komunist, diktaturën, por edhe u shgënjym, sepse ardhen do që nuk ishin antikomunista, ishin komunista të këthym demokrat. Kështu që as edhe një herë ata se kanë përkujtu këtë datë marrë. Datën e kena përkujtu na, tonë bashkëvujtësit. Prej të merit komunist që kishte pushtu dhe në vitin 19. Pa i të meri vitit 19 ashtë edhe sot. Pa më jenë kësë prej gja, atëherë jena kanë djemëtëri, e sot jena plak dytërimisht, jena kanë me plak dzesë, sot jena me plak barë, se lemen komunizëm e padesim komunizëm. Këto përmendimin tem, unë jam Firenze, këto nuk ekziston kur gja. Të fillu prej spitalit, që shkon me gjepa plëtit dhe me gjepa bosh, edhe i pa mjekum. Vendi pa bushatisit, pa mesin veç pleqt në këtë vend. Edhe kjarini që ka met në vend që mu qunë protesta parin klubeve. 14 janari 1990 nisi si një lëvizje për të rrëzuar bustin e Stalinit, ku sot ndodhet monumenti i Luigi Gurakuqit në qendër të qytetit, por mbeti një demonstratë e heshtur për shkak të egërsisë së forcave policore të asaj kohe dhe arrestimit disa ditë më para të protagonistëve të kësaj ngjarjeje.